dobi dhe mësime nga këto 4 ngjarje. Të nderuar besimtar, s'ka dyshim se Allahu i lartësuar nëpërmjet të dërguarit të tij Muhammedit alayhis salam na ka orientuar, na ka udhëzuar, madje na ka motivuar që ne minimumi një herë në javë të lexojmë një kapitull, të lexojmë një sure nga Kur'ani famëlar që është surja Kehf. Dhe unë jam i bindur që deri në këto momente, por dhe në vazhdim, dikush prej nesh apo e ka lexuar këtë sure ose ka planin për ta lexuar këtë sure. Dhe bëhet fjalë për surën Kehf. Për të përfshirë në atë përgëzimin e madh që ka dhënë i dërguari i Zotit Muhammedi alayhis salam kur thot, ai i cili e lexon surën Kehf në ditën e Xuma apo në natën e Xuma, do të ndriçohet prej Allahut të lartësuar deri në Xuman e ardhshme. Në një transmetim edhe 3 ditë shtesë, pra 10 ditë. Do të jetë ndriçuar prej Allahut të lartësuar, do të jetë mbrojtur prej Zotit të gjithësisë, i ndriçuar në kuptimin që zgjedhjet e tij do të jenë prej Zotit me ndihmën e Allahut të lartësuar. Ky njeri do të ketë shumë qartësi, shumë kthjelltësi në zgjedhjet dhe në veprimet e tij, dhe pse jo, nëse janë të tilla, do të jenë dhe të bekuara prej Allahut të lartësuar. Që lutim Zotin e gjithësisë të tilla të jenë zgjedhjet tona në jetën tonë dhe në përditshmërinë tonë. Lind pyetja, pse është ky përgëzim i madh dhe pse është kjo nxitje madhështore për ta lexuar muslimani besimtari këtë sure minimumi një herë në javë? Dhe pse duhet të bëhet si një manual dhe si një program javor për çdo besimtar dhe për çdo besimtare? Për shumë arsye, sepse surja Kehf shijohet që nga fillimi deri në fund, që nga gërma e parë deri te gërma e fundit, dhe përfshin mesazhe, orientime jashtëzakonisht të bukura, të mrekullueshme, por dhe të domosdoshme për jetën tonë, për përditshmërinë tonë. Por në veçantë kjo sure, Allahu i lartësuar ka sjellë në këtë sure 4 ngjarje, 4 ndodhi, të cilat secila prej tyre është një shkollë më vete, është një medrese, është një shkollë më vete. Thënë ndryshe, pra sikur do të na tregoj dhe transmetoj i dërguari i Zotit që çdo besimtar dhe besimtare duhet patjetër të hyjë në këto 4 nivele, në këto 4 klasa. Duhet patjetër të marrë këto 4 mësime. Dhe nuk mund të arrihet formimi i tij apo i saj nëse nuk merr dhe nëse nuk përthith dobi dhe mësime nga këto 4 ngjarje. Ngjarja e parë, historia e parë është historia e djelmoshave të shpellës, të cilët bën një akt shumë madhështor për të ruajtur besimin e tyre. Historia e dytë është ngjarja e 2 shokëve të cilët kishin një hendek të madh mes veti për sa i përket botë kuptimit, për sa i përket koncepteve dhe për sa i përket besimit. Njëri besimtar dhe tjetri ishte pa besimtar. Ngjarja e tretë na tregon Allahu i lartësuar se si Musa, i profeti dhe njeriu më i mirë që ishte në atë kohë, kur u lajmërua prej Allahut të lartësuar se dikush tjetër në tokë ishte më i dijshëm se sa ai në një aspekt të caktuar apo në një dije të caktuar, me të shpejtë u angazhua dhe shkoi dhe e takoi dhe ju lut që ta merrte me vete derisa të mësonte atë gjë që ai nuk e dinte. Dhe ngjarja e katërt na tregon Allahu i lartësuar se në tokën e Zotit ka jetuar një mbret, i cili ka shkelur pëllëm tokën e Zotit dhe ka shpërndar drejtësinë kudo ku ka shkelur. Dhe ai është Dhul-Qarneni. Ajo gjë që Allahu i lartësuar do të na tregojë nëpërmjet kësaj sureje është të na formojë në mënyrën se si menaxhojmë besimin tonë, të na formojë në mënyrën se si menaxhojmë pasurinë tonë, të na formojë në mënyrën se si ne duhet të kemi qasjen me dijen, me të vërtetën, me të dobishmen, urinë që duhet të kemi në lidhje me këtë gjë, dhe të na formojë se si duhet të menaxhojmë pushtetin. Nëse Allahu i lartësuar në një moment të caktuar të jep pushtet. Ai i cili apo ajo e cila nuk është formuar në këto 4 stacione, nuk është formuar në këto 4 nivele të këtij universiteti hyjnor, i themi mund të jesh një musliman, mund të jesh dhe një besimtar i mirë, por vazhdon akoma të jesh njeri i pa formuar. Pse vazhdon akoma të jesh njeri i pa formuar? Sepse ti nuk ke përjetuar momente ku është jashtëzakonisht e vështirë të sprovohesh për të ruajtur dhe për të mbajtur besimin tënd. Nuk je testuar në këtë gjë. Dhe nuk je testuar me pushtet për të parë atë shpërfituron
A të ndryshon ti pushteti? Je I njëti me modestin, me thjeshtësin, me mirësin, dhe kur je një njeri normal pa pushtet, I tillë vazhdon të jesh dhe kur e ke pushtetin? Por njëkohësisht, edhe nëse ti nuk shpërvesh mendët dhe të mësosh fenë e Zotit, dhe të mësosh sekretet e kësaj dunjaje, dhe gjithçka që vjen prej Allahut të lartësuar përsëri një njeri I pa formuar ose I vazhdon të jesh në proces. Por edhe nëse nuk ke mbaruar shkollën e menaxhimit, edhe nëse nuk je menaxher, po jo thjesht menaxher, një menaxher në mënyrë sipërfaqësore, por menaxher në ngjyrimet hyjnore dhe në shkollën hyjnore se si ta menaxhosh pasurinë që të ka dhënë Zoti I lartësuar, përsëri vazhdon të jesh një njeri I pa formuar. Prandaj Allahu I lartësuar jo vetëm do që të na formojë nëpërmjet surës Kehf, por do edhe që këtë formim të na ruaj dhe të na mbajë të freskët minimumi një herë në javë. Ne duhet të jemi në kontakt dhe ta lexojmë këto 4 ngjarje në mënyrë që të mos devijojmë dhe të mos shkujdesemi për sa I përket këtyre 4 stacioneve madhështore. Ne do të ndalemi, sepse diçka ngjarjen e parë kemi cekur në trajtimet tona apo në hutbet e kaluara. Ne do të ndalemi tek ngjarja e dytë. Dhe do sjellim 2 personazhe. Dhe sa shpesh na ndodh që ti kemi mes nesh këto personazhe. Njëri besimtar, tjetri jo besimtar. Dhe duke jetuar me këta të dy, edhe me besimtarin, edhe me jo besimtarin, kuptojmë se si mund të jenë të ngjashëm. Në shumë aspekte, mirë po janë 2 botë krejtësisht të ndryshme në aspekte të tjera. 2 botë krejtësisht të ndryshme në aspekte të tjera. Allahu I lartësuar I thot Muhammedit a.s. në këtë sure, I thot merru për shembull njerëzve në përgjithësi, por në veçanti besimtarëve, shembullin e atyre 2 shokëve të ngushtë, të cilët njërit prej tyre unë I kisha dhënë shumë pasuri. E dëgjojeni me vëmendje. Jam I bindur që shumë prej jush e kanë freskët, tani e kanë shfletuar, tani e kanë lexuar. Njërit prej tyre Allahu I lartësuar I kishte dhënë shumë pasuri. Çfarë pasurie? Konkretisht 2 kopshte, 2 vreshta gjigande të mëdha me rrush, të rrethuara me hurma arabe, me palma. 2 fruta, të cilat mundet të depozitohen, jo thjesht konsumohen kur janë të freskëta, mirë po është dhe një kapital dhe një pasuri që ti mundet ta depozitosh të të shërbejnë në vazhdim, në muajt në vazhdim. Por jo vetëm kaq, mes këtyre 2 kopshteve kishte edhe të mbjella të tjera të shumta, thot Allahu I lartësuar. Pa dritë, grur, misër, një zot e di se çfarë kishte, perime, prej gjithçka që mund të mbillej në atë kohë. Dhe mes tyre 2 kopshteve rrith edhe një lum. Madje thot Allahu I lartësuar, posedonte edhe pasuri të tjera të shumta, që do thot ky njeri kishte edhe flori, kishte edhe argjend, kishte edhe kapitale të tjera. Dhe shikoni, dhe ju e dini shumë mirë të nderuar. Shikoni se si e detajon Allahu I lartësuar dhe se si e përshkruan Zoti I gjithësisë këtë mirësi dhe këtë begati të madhe që I kishte dhënë këtij personi. Posedonte dhe pasuri të tjera të shumta. I thot një ditë shokut të tij, duke qenë prezent tek pasuria e tij, tek kapitali. I thot, më shikon mua, unë posedoj më shumë se ti pasuri, dhe duke qenë se kam pasuri, kam dhe një rreth shoqëror më të fortë, më të gjerë dhe më të fortë se sa ti. Pra unë burr. Dhe shikon këtë kopësht, këtë pasuri dhe këtë kapital, ky do të jetë I përjetshëm. Ky është një kapital që unë kam investuar dhe kur nuk zhduket. E dyta, e treta, po edhe nëse ndodh ajo që ti mua më thuaj gjithmonë dhe më fton dhe më përkujton, edhe nëse ka botë tjetër, botë të përtejme, na ringjall Zoti, përsëri unë do të jem më I privilegjuar se sa ti. Unë nga Zoti do të jem akoma më I privilegjuar se sa ti. 3 gabime fatale që vijnë nga një botë kuptimi sëmur. I thot ky besimtar, kur pasën në zgjendje ishte shoku I tij, se sa I rrënuar ishte në koncepte, në botë kuptim, në ide, në shpirt, në zemër, në formim. E mëshiroi dhe I thot, ti gjën guximin dhe mohon atë I cili të ka krijuar prej balte, pastaj prej uji, prej një pikë uji, pastaj të formosoj, të dha formën e një burri në këmbë, pastaj të mbuloj me gjitha ato mirësi, gjeta guximin dhe mohon këtë Zot. Për sa I përket këtij kopshti, nuk është di
jetoj edhe me ndjesinë e frikës të shqetësimit se Allahu mund të dërgoj një stuhi, një rrebesh, një diçka dhe ta zhduk, një sëmundje dhe e zhduk. Sa hap dhe mbyll syt. Ose e ka plon thatësira dhe pastaj përsëri do të thahet dhe do të zhduket. Dhe për sa i përket trajtesës që ti më bëre mua, ajo që më ka dhënë mua Allahu i lartësuar është më e madhe se sa ajo që të ka dhënë ti, por ti nuk e kupton diçka të tillë. Për mos u zgjatur në detaje, çfarë thotë Allahu i lartësuar, nuk ndodhi vetë se ajo gjë që ky besimtare e kishte paralajmëruar dhe kishte parashikuar. Allahu i lartësuar dërgon një ndëshkim dhe mori dhe i shkatroi që të gjithë kapitalin dhe që të gjithë pasurinë, pastaj duke mbetur kështu duar thot, o i mirë unë të mos i kisha bërë shok Zotit, të mos e kisha mohuar Zotin tim, o i mirë unë të mos kisha rënë në këtë grad kaq të ulët, do e kisha shpëtuar pasurinë time dhe do të isha një njeri i mbar. Thotë Allahu i lartësuar, kjo gjë ndodh me të gjithë ata njerëz të cilët kanë shembullin apo kanë qasjen e këtij njeriu. Kjo është ngjarja. Disa ajete të numëruara që përfundojnë së lexuari brenda 1 minuti, 2 minuta. Mirë po është një shkollë më vete, sepse na transmeton Allahu i lartësuar 2 kategori njerëzish të cilët jetojnë mes nesh, që lutim Zotin e lartësuar të jemi prej asaj kategorie që janë të mbarë në udhë të Zotit dhe me ide shumë të qarta. Çfarë ndodhur? Më lejoni bashkarisht shumë shkurt t'i analizojmë pak këto 2 personazhe. Shumë e rëndësishme. T'i analizojmë pak këto 2 personazhe. Personazhi i parë negativ, fatkeq, mirë po shumë i rrezikshëm, sepse është një model shumë i keq për shoqërinë. Dhe cilësia e parë, shumë e keqe e këtij personazhi është padituria, është xehli, ignoranca. Njeriu kur është ignorant, kur është i paditur, ndërton në vetveten e tij botkuptime dhe koncepte të gabuara që në bazë të këtyre botkuptimeve dhe të koncepteve vazhdon ecën, jeton dhe shkatron veten e tij, shkatron dhe të tjerët, shkatron dhe familjen, shkatron dhe të tjerët. Padituria është halli i madh. Prandaj u themi vëllezërve, motrave, besimtarëve, lexoni, dëgjoni, mësoni, ejani në xhami, shpletoni Kur'anin, bëje projekti, lexosh Kur'anin, librin e Zotit, nga kapaku në kapak. Mëso rreth fesë tënde, mëso rreth realitetit dhe sekreteve të kësaj dunjaje, mëso nga ke ardhur, përse ke ardhur dhe ku do të përfundosh. Do të kuptosh shumë gjëra, do të qartësohen jashtëzakonisht shumë gjëra nëse ti përqendrohesh në këtë gjë. Mëso, lexo, hap syt, përndryshe do të jesh një njeri i mbërthyer në rrësirat dhe në labirintet e kësaj dunjaje që vijnë dhe janë produkti i xehlit dhe i mohimit. Kjo është, si thua, fatkeqësia e parë e këtij njeriu. Sëmundja e parë, prej kësaj burojnë që të gjitha. Dhe e dyta dhe shumë e rëndësishme është, këtu kemi, ne njohëm një njeri të mashtruar. Një njeri të mashtruar me vetveten e tij. Një njeri të mashtruar me pasurinë e tij. Një njeri të mashtruar me kapitalet të cilat i dha Allahu i lartësuar, dhe shikoni se si e përkujtoi besimtari. I thot, o njeri, ktheu pak, hel ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Bër pak një llogari, kush ishe dhe ku ishe përpara një farë kohe? Nëse je 30 vjet sot, ku ishe dhe kush ishe përpara 30 viteve? Nuk ekzistoje. Unë e krijova njeriun, thot Allahu i lartësuar. Min nutfatin amshajin nabtali. Pra një pikë uji, nuk ekziston dhe për një pikë uji, për të sprovuar, ku do të sprovohet? A do të besoj apo jo? A do të jetë mirënjohës apo jo? A do të jetë në udhë të Zotit apo jo? A do të jetë arrogant, mendjemadh, apo do të jetë një njeri modest dhe i thjesht dhe kështu me radhë? I mashtruar, dil sot në rrugë dhe shiko se sa njerëz ka që janë të mashtruar. Dhe me se mashtruan? Me begatit që ju ka dhënë Allahu i lartësuar, Allahu i ka begatuar. Absolutisht asnjë merit nuk kanë, asnjë funksion nuk kanë në begatit dhe në mirësi që ju ka dhënë Allahu i lartësuar. Prandaj dhe duaja e përditshme e dërguar të Zotit i lartësuar ishte: o Allah, më përmirësoj që të gjitha çështjet e mia dhe mos më lër të mbështetem në veten time, par feta'in, asnjë hap dhe mbyll syt.
Asnjë çast, sepse nëse një çast vetëm mbështetem tek dija time, mbështetem tek aftësitë e mia, tek pasuria ime, te rrethi shoqëror, tek pozita, nëse mbështetem një çast tek të gjitha këto, shkatërrohem. I tillë jeton besimtari. Besimtari jeton me këtë bindje, me këtë koncept shumë të qartë. Të gjitha mirësitë, burimi të gjitha mirësive është prej Allahut të lartësuar dhe ne jemi të pafuqishëm, shumë të dobët pa Zotin e lartësuar. Dhe ti shikoj, hetoj fjalorin e besimtarve. Nuk gjë në fjalorin e tyre ene, unë. Kush je ti? Dhe kush jam unë? Pa Zotin e gjithësisë. Ti dhe unë, i pari në rresht, dhe gjithë dunjaja, gjithë njerëzit, në rruzullin toksor, në rresht, për të ndihmuar në një aspekt të caktuar, në një punë, në një hall që ke, nuk të ndihmojnë do të thot profeti alayhis salam, nëse nuk jep leje Allah. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Dhe dije se sikur gjithë njerëzit të tubohen për të ndihmuar në diçka, nuk të ndihmojnë dot nëse nuk jep leje Allahu, nëse nuk e ka caktuar Zoti i lartësuar. Kurse ky njeri mendon se gjithë të kapital, gjithë të pasuri, këto kopshte e kishte prej vetes së tij, madje do të ishin dhe të përjetshme. Madje çfarë do të ishin dhe të përjetshme. Prandaj kujdes nga të qenurit i mashtruar me veten tënde, kujdes nga të qenurit i mashtruar me fuqinë, me pasurinë, me kapitalet, me shoqërinë, me pozitën, sepse e dini se sa ekzistojnë, e dini se sa e kanë afatin e skadencës, e dini se sa mjafton të thotë Allah kun bëhu. Një çast. E kanë në moment, mund të jenë përjetshme nëse i begaton Allahu i lartësuar dhe nëse je dhe jam në udhë të Zotit. Mirë po mund ta kenë afatin e skadencës në çast. Tani, nëse je për urdhër Allahu i lartësuar. Pra, cilësia e dytë e këtij personazhi negativ ishte i vetë mashtruar, Zot na ruaj. Cilësia e tretë, shumë e rëndësishme, është pabesimtar. Mohues, nga njëra buron tjetra. Mohonte Allahun, mohonte fuqinë e Zotit, mirësitë e Allahut të lartësuar, njëkohësisht mohonte edhe mbi të gjitha takimin me Allahun lartësuar. Takimin me Allahun lartësuar, ringjalljen, fakti që Allahu i lartësuar do t'i ringjallë njerëzit dhe pastaj do t'i shpërbejë sipas punëve të tyre, sipas qëndrimeve të tyre. Dhe ne kemi thënë edhe herë tjetër, dhe ju e dini shumë mirë, njeriu më i rrezikshëm që ekziston dhe që shkel në tokën e Zotit dhe që jeton mes nesh është njeriu që nuk ka frikë Zotin dhe njeriu që nuk ka frikë ditën që dalin njerëzit përpara Allahut. Do ta gjesh arrogant, do ta gjesh mendjemadh, do ta gjesh nënçmues, do ta gjesh kriminal, do ta gjesh njeri jashtëzakonisht të rrezikshëm, e gërsira mund të mëshiroj, mirë po këta njerëz Allahu na ruaj nuk të mëshirojnë. Këta nuk besojnë se një ditë kanë takim me Zotin dhe do t'japin llogari. Dhe shikoni se si drejtohet shokut të tij në formë talljeje. Thotë edhe nëse do të ketë botë tjetër. Edhe nëse do të ketë botë tjetër, vazhdo ti mendo dhe beso se ka botë të përtejme. Vazhdo ti mendo dhe beso se pasi të vdesim, të bëhemi të tretemi dhe pastaj të bëhemi plur, do të na ringjalli prapë Zoti dhe do të ketë botë të përtejme. Vazhdo ti mendo. Edhe nëse do të ketë, unë do të jem më i privilegjuar se ti. Nga vjen kjo gjë? Vjen nga koncepti i gabuar që kanë njerëzit se Allahu jep domosdoshmërisht dikujt në këtë botë për faktin se e do. E dëgjuat? E kuptuam? Ka një koncept shumë të gabuar që jetojnë njerëzit. Po të dha Zoti, domosdoshmërisht të do. Dhe atij që nuk i jep, domosdoshmërisht që nuk e do. Kur Muhamedi alayhis salam nxiste besimtarët dhe u thoshte, shpenzoni në rrugë të Zotit, ndihmoni njerëzit kategori të cilët janë të dobët ekonomikisht. E dini se çfarë thoshin? Nëse do dëshironte Allahu do u jepte. Fakti që Allahu nuk u jep ka një plan me ta. Ata meritojnë për të qenë të tillë. Koncepti i tmerrshëm dhe i gabuar. Pra ky njeri ishte i paditur, ky njeri ishte i vetë mashtruar dhe ky njeri ishte pabesimtar. Pastaj forsa të duash, mendje madh, arrogant, shokun me të cilin shoqërohej. Shokun me të cilin ti sot çfarë bën? Shoqërohesh. Pi kafe, ndan hallet dhe problemet, dhe vjen një moment dhe i mburresh. Dhe vjen dhe një moment dhe i tregon nga mëngjesi në mbrëmje listën e pasurisë që ke, sukseset e tua në formë mburrjeje dhe në formë për t'i vënë në dukje atij gjendjen e vështirë që është. Kjo është e shëmtuar, është e nderuar. Besimtari nuk është i tillë.
Besimtari jeton me ndjenjat e shokut, me ndjenjat e vëllait, me fukarallëkun e tij, me vështirësinë, me sëmundjen, dhe përpiqet të jetë mjek, të mjekoj, jo t'i hapi plagën, jo t'i vërë në dukje sprovën. Mirë po, ky njeri kishte një fatkeqësi. Kishte një shok, një njeri me karakter shumë të fortë. Nuk ishte një shok prej atyre shokëve të cilët, po mashallah, po si t'ja bëj dhe unë të bëjmë si ti. Jo, kishte përballë një personazh dhe ky është personazhi pozitiv që ja vlen ta studiojnë. Ja vlen që ta studiojnë. Cilat ishin veçoritë kryesore të këtij shoku besimtar, që duhet i kemi ne të instaluar në zemrën tonë, në karakterin dhe në formimin tonë. E para ishte besimtar. Besonte Allahun. Besonte se madhështinë e Zotit dhe se çdo gjë vjen prej Allahut dhe pa Zotin e gjithësisë nuk vlen absolutisht asgjë. Dhe besonte në takimin me Allahun në botën tjetër dhe besonte në kaderin, në caktimin e Allahut, se Allahu i ndan rrizqet, i ndan fatet me urtësinë e tij dhe me mirësinë e tij. Dhe plotësisht i kënaqur me atë që i kishte dhënë Allahu i lartësuar. Besimtar. Nga kjo e para buron e dyta, karakteri fort, personalitet shumë i qëndrueshëm. Dhe ne na duhet në përditshmërinë tonë të kemi personalitet të qëndrueshëm. Të jetojmë me parime, jo të jesh i lëkundur, jo të mashtrohesh dhe jo të ndikohesh nga rrethanat, nga ambienti, nga shoqëria apo nga dikush tjetër. Të jesh i formuar, të jesh i qëndrueshëm, stabil dhe me karakter shumë të fortë. Çfarë i thot? Ky besimtar me këtë karakterin, fare nuk u ndikua. Edhe pse ishte nevojtar, edhe pse ndoshta ishte i varfër, edhe pse ndoshta nuk ishte një rreth shoqëror të gjerë siç kishte shoku i tij. I thotë s'më bën përshtypje. Në gjuhën popullore të përditshme që ne e përdorim, s'më bën përshtypje. Nëse do të ishe me mend të kokë, do të lutesha për ti dhe do thosha Allahu të begatoft në gjithçka që të ka dhënë. Mirë po, jo vetëm që nuk mashtrohem nga ajo që ti ke, mirë po edhe të mëshiroj, ti je për të ardhur keq. Ti je për të ardhur keq. Sepse ti nuk e kupton që ti nuk je në begati, ti je në sprov. Ti je në kurth. Ti je në sprov dhe ti je në kurth, ti je për të ardhur keq. Prandaj shikoni se si i mjekon 3 problematikat kryesore që kishte ky person. Dhe nga e filloi nga më kryesorja. I thot e ke thart, guxove dhe mohove Allahun, që të krijoi nga balta, pastaj nga i pikuj, pastaj të formoi në burr, në një njeri në këmbë. Mohove Zot. Pra, e filloi nga më e rëndësishmja. Pastaj i thot, për sa i përket këtij kopshti, nëse do ishe në udhë të Zotit, Allahu begatoft, mirë, po unë kam frikë diçka tjetër. Se kjo arrogancë që ti ke me kapitalin që të ka dhënë Allahu, dhe kjo mendjemasi, dhe ky mohim, do të kesh një përfundim siç e ka patur popujt e mbarshëm që Allahu i lartësuar i ka marrë dhe i ka shkatruar nga i pari deri tek i fundit. Pra e përkujtoj dhe thot përmbit veten, përmendu, reflekto, dhe e treta, për sa i përket pastaj meje, s'më bën përshtypje se ti më the që dhe mu krekose dhe mu mbure, s'më bën fare përshtypje, sepse e ndije veten shumë të pasur, pavarësisht se ti më shikon. Ti nuk e kupton që ke të bësh me njeriu më të pasur që ecën në tokë. Dhe i tillë është çdo besimtar dhe besimtare. Ti nuk e kupton që ke të bësh me njeriu më të pasur që ecën në tokë. I tillë ndihet çdo besimtar. Çdo besimtar, çdo besimtare ndihet i mbuluar, i mbushur, pasanik me mirësitë e Allahut. Ti nuk e kupton që pasuria e ka vendin në zemër. Dhe ti nuk e kupton që po nuk të pasuroj Allahu shpirtin dhe zemrën, ti nuk të ngop kur xhepat, edhe nëse i ke plot, edhe llogarit bankare, nëse i ke plot, përsëri nuk të ngopi, nuk të qetësojnë, nuk të mundsojnë lumturinë. Ti ke të bësh me një njeri që jeton në tokën e Zotit dhe ndihet shumë krenar dhe shumë i qetë. Ky është personazhi që lutim Allahu lartësuar të jemi prej tyre. Besim, karakteri qëndrueshëm dhe pasanik, privilegjuar, jo si ata njerëzit të cilët shohin dhe lakmojnë mirësitë që Allahu lartësuar ju ka dhënë të tjerëve, mirë po ndihet, jeton si më i pasuri. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ka lavdëruar Allahu lartësuar gjithë burrat dhe gratë që edukojnë Muhamedi alayhis salam. Pikërisht me këtë cilësi, duke thënë, ai që nuk u dinte gjendjen, kujtonte se ishin të pasur. Pse? Sepse ata se shfaqnin veten, se shfaqnin fukarallëkun. Ndiheshin dhe shfaqeshin dhe shpreheshin si pasanik, si të pasur. I tillë është
I tillë është besimtari. Shikoni ju të nderuar, edhe një detaj dhe me këtë e përfundoj, se si Allahu i lartësuar, Kurani famullar nuk është libër detajues. Kurani nuk vjen me detaje. Më thoni, si quheshin këta dy persona? Kush i di emrat e këtyre dy personave? Askush. Më thoni, në çfarë kohë kanë jetuar këta dy persona? Askush nuk e di. Në çfarë vendi, në cilin vend kanë jetuar këta dy persona? Askush nuk e di. Pse? Allahu nuk na ka sjellë në Kur'an diçka që nuk na sjell dobi. Mirë, po shikoni se si Allahu i lartësuar na sjell përshkrimin e pasurisë që i kishte dhënë këtij personi në mënyrë të detajuar që secili prej nesh të parafityrojë se çfarë kapitali kishte dhënë Allahu i lartësuar këtij njeriu, dhe se sa mos vlerësues ishte. Që do thotë, imagjino sot kush është që merret si shembull në qytet apo në vend si më i pasuri, ashtu mund ta bëjmë një paralel dhe ta krahasojmë atë njeri në mesin e bashkësisë dhe të shoqërisë që jeton. I tillë ishte. I mjaftonte një formulë shumë e thjeshtë. La tefrah, mos u krekos, mos u kreno. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Me këto mirësi që të ka dhënë Allahu, bli xhenetin, bëjnë punë të mira, të shpërblen Allahu i lartësuar. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kënaqu dhe me mirësi që të ka dhënë Allahu, shijoje jetën, shijoje dunja me mirësi që të ka dhënë Allahu. Wala tabghi al-fasada fi al-ard. Dhe mos bësh shkatërime në tokën e Zotit, se Allahu nuk i do ata që bëjnë shkatërime. Kjo është formula hyjnore që ka përcaktuar Zoti i lartësuar se si menaxhon besimtari pasurinë dhe mirësinë që i kishte dhënë Allahu dhe që ka dhënë Allahu i lartësuar. Kjo ishte thënë shkurtimisht në një hutbë, në një fjalim. Mirë po që na kërkon Allahu i lartësuar që këto mësime, këto orientime, këto dy personazhe ne të kemi kontakt javor me ta. Prandaj edhe një herë përfundoj me atë që e fillova. Nëse duam të jemi të ndriçuar në mendjen tonë, në zemrën tonë, në zgjedhjet tona, duhet patjetër çdo të xuma ta lexojmë surën Kehf, të ndalemi dhe të përpiqemi të kujtojmë të gjitha këto mësime dhe orientime që i sollëm bashkërisht sot. Allahu na bëft gjithmonë model dhe frymëzues të hajrit, të mirë. Dhe na ruajt Zoti nga të qenurit model dhe frymëzues për sherr dhe për keq. Dhe falenderojmë Allahun për imanin, për islamin, për besimin që na ka dhënë, për këtë fe, për këtë dije, për këto horizonte, për këto mësime, për këtë xhuma që na ka udhëzuar dhe për çdo të mirë që Zoti i lartësuar na ka dhënë dhe na ka mbuluar. Falenderojmë shumë Allahun e lartësuar për gjitha mirësitë që na ka dhënë. Ndihemi shumë të pasur në shpirtin dhe në zemrën tonë. I kërkojmë për të gjitha këto mirësi që na ka dhënë Zoti, i kërkojmë Allahut të lartësuar bashkërisht të na ruajë këto mirësi dhe të na shtojë. Dhe kërkojmë Allahut të qofshim të tubuar gjithmonë të vllazëruar në hajër në këtë dunja dhe bashkërisht të tubuar në xhenetet e larta, xhenetin Firdeus bashkë me profetët, me sinqertët, me devotshmit dhe me gjithë njerëzit e mirë. Amin. Aqul ma tasma'un astaghfirullah al-azim li wa lakum.